Kryeministri Edi Rama mori pjesë në eventin Matchmaker Albania 2025, ku ishin të ftuar mbi 1000 pjesëmarrës nga 37 shtete, përfshirë investitor, agjenci të zhvillimit dhe eksportues shqiptar për investimet në turizëm, pasuri të paluajtshme dhe infrastrukturë. Rama ftoi investitorët dhe agjencitë të investojnë tani në vendin ton, duke përfshirë edhe zonat malore të vendit. Keni ardhur tashmë këtu ndaj, nuk keni nevojë të bindeni për të ardhur, por dua të them thjesht për çdo që ka ardhur të hedh një sy këtu, duhet të kuptoj që kjo është koha për të investuar në Shqipëri. Është koha për të bler, qoftë edhe një gur në Shqipëri, sepse nesër do t'jetë vonë. Nesër të gjithë do duan të vinë, të gjithë do duan të blejnë dhe do t'jetë shumë me shtrenjtë për shumicën prej jush. Kështu që çfarë doni të bleni, blejeni tani. Çfarë do doni të bëni, bëjeni tani. Sa do të doni që të bëni në fitime, bëjeni tani, sepse është një moment në kohë ku Shqipëria nis të lullëzoj dhe ende nuk është plotësisht e njohur për potencialin që ka dhe për mundësitë e jashtëzakonshme, por kur të gjithë ta marrin vesh, nuk do t'jetë kaq e lehtë sa që është sot, edhe pse dje ka qenë më e lehtë. Kurse kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi një takim konsultativ me Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë dhe shoqatat e biznesit, ku prezantoi programin e biznesit. Berisha theksoi taksën e sheshtë që do të jetë 10%, ulje e detyrimit të sigurimeve shoqërore, po ashtu TVSH-ja do të zbresë në 15% nëse Partia Demokratike fiton zgjedhjet. Ne jemi dhe mbetemi të zotuar para biznesit për një revolucion të ri të vërtet fiskal. Ne besojmë se parat në kontot e tyre janë më të vlefshme për shoqërinë dhe qytetarët se sa në kontot e qeverisë, mbasi kjo jep mundësi të mëdha punësimi, zgjerimi të aktivitetit, ndaj dhe ne do të kalojmë në një sistem fiskal në të cilin së pari stabilitet i atij sistemi. Kodi nuk do mund të ndryshohet siç është ndryshuar gjatë këtyre viteve me ndikime nga më absurdet, por kodi do miratohet në fillim të 4 vjeçarit dhe ai kod veçse nëse pëson në një përmirësim, por nuk mund të ketë keqësi, do merret a priori e drejtë dhënë për investitorin, për biznesmenin dhe nuk mund të ndryshojnë në disfavor të tij.